Ata protestues që kanë vendosur të jenë të dhunshëm nesër në protestën e partive opozitare, duhet ta dinë se tash e tutje shumë lehtë mund të identifikohen nga autoritetet e rendit. Policia e Kosovës këtë ditë ka instaluar kamera profesionale, disa prej tyre të vërejtshme dhe për sy në 3 sheshet kryesore të Prishtinës. Në ndërkohë në kuvend është mbajtur një koordinim mes grupeve parlamentare për pamarrëveshje konkrete. Aida Dërgutin nga vetëvendosje ka theksuar se nuk janë krijuar kushte për mbajtje të seancës, por ka garantuar se protesta do të jetë e qetë. Kryesia u marr vendimi me shumicën e vota dhe ju e dini që i vetmi përfaqësuesi i opozitës i cili ka të drejtë të votës brenda kryesisë jam unë, prandaj u vendos që seanca të mbahet të premte në ora 10. Gjithashtu ju ndërkohë ishte një propozim nga kryetarët e grupeve parlamentare të PDK-s dhe LDK-s, të cilin së pari e dha si propozim Ismet Beqiri dhe pastaj mbështeti Adem Grabovci për mbajtjen e një seance solemne me rastin e 8 dhjetorit të pavarësisë, pra që të mbahet nesër. Ky propozim përveç që është jo serioz, sepse nuk mund të propozohet mbajtja një seance sot për nesër, sepse një seancë solemne parasheh dhe ftesën e miqve, përfaqësuesve e tjerë, e cila është jo serioze që qohet një ditë më parë, po përveç kësaj u duk që është më shumë si një propozim për një seancë të inatit dhe provokim, me që tashmë opozita ka paralajmëruar për nesër një protestë gjithpopullore në mbështetje të Republikës për shtet me sovranitet dhe natyrisht kundër këtyre dy marrëveshjeve të cilat. Kreu i kuvendit Kadri Veseli thosë se të premten më 19 shkurt në seancën e kuvendit do të jenë 22 pika të rendit të ditës. Jo, ne presëm mirë kuptim, kemi opozit, si që dim ne gjithë bashkarisht, opozit është shumë e fort, po në jetën kohë nuk duhet jetë shkatërruese, ata duhet me pas respekt për neve. Edhe ne kemi shumë respekt për ata. Ja, mos shkojmë pamjet njëta, presim pamjet ma të bukura, cilat i duhen Kosovës, vërtet, nuk po e thëmë njërë cinike, po nuk ka nevoj për arsye se vendimarja ka ndodhur nga një rezultat zgjedhor. Tani opozita është e vërtet si ka kërku të shpërbët kuvendi, po njëjtën kohë ju ishit edhe mbrenda, e pat një insistim shumë të madh të partnerëve të koalicionit, cilët përbajnë një shumicë solide, dëshirojnë të vazhdojnë puna e kuvendit dhe do të vazhdoj. Nuk do të ketë asë një ndalje të punës kuvendit Republikës Kosovës, të ras gjithë qytetarët tonë të arrujnë njëri tjetrin, dhe të mendojnë për familjet e njëri tjetrit, çdo ditë. Jo vetëm me 17 shkurt si o ditë festive, por le të mendojnë çdo ditë. Kemi nevojë më shumë për qetësi dhe kemi nevojë më shumë që njerëzit tonë me jetu më mirë. Një ditë përpara mbajtjes së protestës masive të paralajmëruar nga opozita në Kosovë, policia ka arrestuar disa zyrtar të lëvizjes vetëvendosje. Mbrëmjen e së hënës, autoritetet e rendit e kanë shoqëruar Frashër Krasniqin, drejtuesi i zyrës për media dhe komunikimi vetëvendosjes, kurse mëngjesin e së martës në orët e hershme kanë arrestuar edhe shefin e grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Glauko Njufca. Lajmin e ka konfirmuar Adonis Tahiri nga lëvizja vetëvendosje. Zyrtarisht nuk kemi asnjë informacion veç atyre që po qarkullojnë në media, ku thuhet se bëhet fjalë për rrotullimin e makinave të EULEX-it në vitin 2009. Ai aksion është bërë në kundërshtim të marrëveshjes që misioni e EULEX-it kishte nënshkruar me Serbinë për bashkëpunim ndërpolicor, pra për të lejuar kështu ndërhyrjen e Serbisë në Kosovë. Aktivistët tanë po arrestohen pikërisht një ditë para protestës së madhe, që është sërish kundër instalimit të Serbisë në Kosovë dhe kundër një qeverie që po e shtyn përpara një gjë të tillë, tha Tahiri.